ka edhe një rrugë të rrezikshme që e përdor shejtani për t'i larguar njerëz të devijuar nga dëgjimi i të vërtetës. Edhe këtu faji është, domethënë te bartësit e të vërtetës, thotë se shohin shumë njerëz që angazhohen me dituri dhe me libra, që nuk janë të përpikt në adhurim. Domethënë nuk i kryejnë adhurimet si duhet. Edhe thrasin për menhej selefi. Kurse kur ti shohësh veprat e tyre, domethënë nuk janë të mira. Edhe nuk ecin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose angazhohen me dunja, ose angazhohen me mëkate, ose janë domethënë kanë ignorancë dhe sjellje të këqija, edhe domethënë veprime jo të hishme, dhe thot fasara wujudu haula'i mimma yunaffiruhum. Dhe prezenca e këtyre njerëzve në mesin e njerëzve të hakut. Domethënë ata që thrasin në tauhid dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e shen mesin e tyre ka njerëz që me të vërtetë nuk dinë si kryen disa adhurime, ose nuk janë të përpikt në kryerjen e adhurimeve, ose kanë moral të keq, fjalë të këqija, edhe domethënë fjalë të ulta, ofendime e kështu me radhë. Atëherë këtë e marrin këta njerëz të batilit, e marrin për argument, për ta anuluar të vërtetën. Thonë këta me pasjen me të vërtetë selefi, me pasjen me të vërtetë që e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk bëjnë vepra të këtilla. Kurse ne jemi të sjellshëm, jemi të moralshëm në kështu me radhë, jemi ibadetxhi, kështu me këtë mënyrë, domethënë shejtani mashtron shumë prej pasuesve të tyre. Edhe thot, atëherë ndodh urrëtie mes këtyre dy grupeve, domethënë aq urrëtie e madhe, si domethënë disa aspekte si urrëtia mes dy feve të ndryshme. Domethënë njerëz që e kanë kuptuar hakun në teori dhe nuk praktika e tyre nuk është plotësisht në hak, dhe njerëz që janë në bidate. Edhe urrëtia e tyre mes këtyre, domethënë as këta nuk e dojnë udhëzimin e këtyre, as këta nuk duan të jenë në rrugën e këtyre. Kështu, domethënë bëhet urrëtie sikur mes dy feve të ndryshme, sikur mos me qenë të dy palët musliman. Edhe këta thonë lejsa haulai ala shay, wa haulai yaqulun lejsa haulai ala shay. Domethënë këta thonë këta nuk janë në asnjë udhëzim, edhe ata tjerë thonë këta nuk janë në asnjë udhëzim, nuk janë domethënë rrugën e drejtë. Dhe prandaj kjo shikoni Ibn Taymija rahimahullah, nuk është diçka e re veç në kohën tonë. Pra këtë këshill ne ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Duhet të kemi kujdes nëse jemi përfaqësues të fesë së Allahut, jemi përfaqësues të tauhidit, jemi përfaqësues të diturisë, jemi përfaqësues të pasimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Flasim në emër të selefit, sahabëve. Atëherë nuk duhet me të vërtet ta turprojmë këtë rrugë me dobësitë tona. Nëse kemi dobësi, të paktën me njanohu, dhe lëri ata që mund ta përfaqësojnë dhe ta prezantojnë këtë fe të madhrishme me dinjitet. Dhe secili duhet ta di, domethënë gjendjen e vet, edhe më mirë, domethënë të ruhet nga bërja e dëmit më shumë sesa domethënë mendon për ngritjen e vetvetes, për të treguar se un jam në hak, kurse gjithë të tjerët janë të devijum. Domethënë kjo me të vërtetë duhet njeriu të ruhet shumë.